një thelb shumë të qartë. Dhe ky thelb është thelb kushtetues. Nuk mund në një republikë parlamentare nuk mund të realizosh asgjë pa konstituimin e kuvendit. Kuvendi, parlamenti është baza, thelbi dhe e gjithë jeta politike fillon pikërisht nga parlamenti. Më pas konstituimit të parlamentit, ndërmerren të gjithë hapat dhe veprimet e tjerë për sa i takon edhe ndërtimit dhe konstituimit të institucioneve të tjera. Kështu që Kosova sot po e vuan pikërisht ndërtim politik dhe si shkak i një mungese vullneti të qartë tashmë për të mos e konstituuar kuvendin, duke pretenduar për kohë të mëtejshme politike për të përftuar marrëveshje politike, një marrëveshje e cila dhe negociacja duhet të ishte zhvilluar në fakt që përpara certifikimit të rezultatit zyrtar të zgjedhjeve, duke pasur parasysh fakti që rezultati ishte i njohur, i pakontestuar, dhe koha politike mes shpalljes paraprakje të rezultatit dhe periudhës zyrtare të certifikimit të zgjedhjeve ishte një kohë mjaftueshme që palët dhe veçanërisht partia e parë në të rasti ka dhe përgjegjësinë kryesore, thelbësore, pikërisht për ndërtimin e institucioneve nga një anë dhe për zhbllokimin e krizës politike nga ana tjetër, dhe që duhet të jetë pala më interesuar për të ushtruar atë mandat që i kanë dhënë qytetarët, por sot duket pikërisht pala më interesuar pikërisht për të mos e ushtruar atë mandat. Çfarë interesi mund të ketë vendosja sipas jush? Interesi është për të shmangur pikërisht momentet e nxehta të një mandati dhe të atyre angazhimeve të cilat janë ndërmarrë për të jetësuar, por janë rritur politikisht në vite, pikërisht duke dënuar dhe duke stigmatizuar rivalet e tyre politik, pikërisht duke i akuzuar ata që ishin ata iniciatorët e disa proceseve, dhe këtu nuk kuptoj jetësimin e marrëveshjes Ohrit, nuk kuptoj pikërisht asociacionin e komunave dhe sfidat tjera mbi gjitha dhe për sa i takon dialogut me Serbinë. Janë të gjitha angazhime të cilat duhen ndërmarrë, por populizmi ka drejtuar pikërisht partinë më të madhe drejt shtyrjes së mëtejshme mekanike të kohës, pikërisht për të shmangur me këto sfida të cilat në fakt do të nxirrnin tërësisht zbuluar atë